Është pjesa e fundit e mesditës, do flasim për një çështje goxha interesante. Në shekullin e 21 robotët padyshim se po bëhen pjesë e jetës tonë gjithnjë e më shumë. Thënë kjo se së fundmi kompania amerikane One X ka prezantuar robotin Neo, një humanoid që mund të pastroj, laj rroba dhe ndihmoj në punët e shtëpisë. Mirë po, më shumë se aq, ai mund të komunikoj, të mësoj, madje edhe të shërbej si asistent personal, paktën kështu është thënë. A është ky fillimi i një epoke të re ku robotët do të jenë pjesë e familjeve tona? Këto na i tregon më së miri Erman Mertenika në një lidhje të drejtë për drejtë nga Shqipëria, e një herët inxhinier i bioteknologjisë. Përshëndetje dhe kënaqësi që jam pranë jush në televizionin TEV në Prishtinë. Fillimisht ndjej më mirë edhe një kohë ishte edhe kur punojmë dhe bëjmë tematika kështu për teknologjinë, është shumë fantastike. Duke diskutuar se gjatë gjithkohës jeni në lëvizje. Po, faktikisht nga që ne shpeshherë takojmë edhe mjekët edhe për servisime dhe për të gjëra. Ja sot për shembull mua më çoi rruga në qytetin e bukur të Florës, ku direkt jemi live tashmë. Me këta robotët besoj që shumë shpejt do të kesh kohë më shumë e qëndruar në shtëpi. Po, unë e kam thënë dhe më përpara, domethënë, teknologjia, inteligjenca artificiale, tha dhe shoku im, se po e them për batut, shoku Elon Musk, që unë jam fan si madh i tij, domethënë pioneri i teknologjisë, që njerëzit nuk do punojnë më fare dhe do jenë ata që do punojnë për ne dhe ne do me pushime, se po flasim edhe për batut. Por ajo që mua më ka çuditur jashtë mase, ka qenë ky sistemi robotik Neo që është krijuar. Ishte shumë interesant me thënë të drejtën, edhe unë ndjeva shumë mirë, se thashja kjo është zgjidhja thashë e grave që kemi, që mesdi kemi domethënë, që mos lodhen më për punë të shtëpisë, që mos lodhen që të gatuajnë, që mos lodhen pikërisht pra të bëjnë punë të tjera. Dhe doli një robot humanoid fantastik. Mertenika, gratë mund të mos lodhen edhe nëse zgjohemi ne dhe ju ndihmojmë. Po besoj, nuk është me patjetër. Nuk është me patjetër një robot, apo jo? Patjetër, ajo është fantastike, po ka raste për shembull që fjala vjen edhe punët nuk të lën, edhe ideja është që duhet patjetër një sistem robotik që të bëjë dhe punë të shtëpisë, edhe të gatuaj, edhe të na servirë dhe kafen, domethënë në mënyrë automatike, që na leton punët. Domethënë si lajm më duk shumë fantastik, më pëlqeu jashtëmase, edhe shpresoj që sa më shpejt të vi edhe në Shqipëri dhe në Kosovë, që të vinë në dim grave tona, që mezi kemi. Mos e thuaj grave, që vinë në dim edhe burrave dhe grave. Njerëzve në përgjithësi, Mertenika, duke qenë se ato punët e shtëpisë që cilësohen se janë për gra, janë edhe për burra dhe për gratë. Janë që t'i kryen së bashku, duke qenë se tani punojnë edhe gratë, për dallim nga kohët e mëhershme. Dorentina shumë e drejtë, se jo dhe për ne është, se ne bijem qëtësi, bijem rehat, domethënë ne merrem me gjëra tjera, shtohet një robot tjetër që na servir ato kafen në mënyrë automatike. Po, Mertenika, megjithatë është ndihmë sepse do të na ndihmoj pastaj që të kemi kohë më shumë për të kaluar së bashku. Për shembull, gratë dhe burrat në shtëpi do të kenë më shumë kohë të kalojnë së bashku, duke qenë se roboti do t'i përfundojë punët e tjera që marrin një kohë jashtëzakonisht të madhe për të. Mendoj që po. Do kenë më shumë kohë të kalojnë së bashku, do kenë më shumë kohë që të kalojnë me fëmijët. Madje ky roboti Neo besoj që mund të marrë edhe një update nga software që të merret edhe të mësoj dhe fëmijët, sepse përdesa inteligjencë artificiale po ndikon pozitivisht dhe në arsim, përse jo mos ketë një robot që mund të jetë në rolin e një asistenti digital apo një profesori digital, sepse po e bëjmë pak edhe për batut që të merret edhe me fëmijët. Kështu që si lajm më duk shumë interesant për atë pjesë që bënte. Tani teknologjia ka hyrë te kjo pjesë, ka ndalë pajisje automatike që pastrojnë shtëpinë e tjera, por që ky sistem robotik që është krijuar, edhe ishte me një çmim fantastik, çmim i lirë, domethënë ke $20,000 që besoj që mund të jetë i përballueshëm për ato të cilët kanë gjendje ekonomike që mund ta blejnë. Gjithatë unë mendoj që është në fazë testimi. Ne po flasim për në fazë testimi. Mertenika, po flasim për se si do vente dhe si do bëj pjesë e shoqërisë kosovare asaj atje në Shqipëri një robot i tillë, sepse thënë drejtën pothuajse $20,000 nuk janë pak për ekonominë me cilën ballafaton. Patjetër nuk janë pak, sigurisht. Por unë mendoj që është një si projekt akoma domethënë në fazë testimi, në fazë domethënë provash, në fazë sepse këto kanë sistemin e kontrollit menaxhimit baterive ose edhe karikimi, varet se si do jetë si
si sistem, domethënë, po unë ndjem goxha pozitiv. Fakti që po del, më duket se kjo ishte në Shtetet e Bashkuara, domethënë, dhe mendoj që me këtë çmim mund të vi shumë shpejt në Europë. Po. Madje dhe pse jo edhe në Shqipëri dhe në Kosovë. Po. E përmende Mertenika sigurisht që ka robot që na ndihmojnë deri diku me punët e shtëpisë nga këta që kemi edhe këtu në Kosovë, megjithatë Neo sa i avancuar është? Cili është ndoshta ai dallimi i madh me këta? Me sa kam parë unë Dorentina është një sistem robotik që mund të flasim që bën disa procese. Domethënë sipas ti ishte që bënte pastrimin e shtëpisë, mund të fuste rrobat në lavatriçe, e bënte edhe këtë. Deri diku dhe mund gatuante, pra guzhinjeri robotik, guzhinjeri digital, por nuk mund të krahasoj me humanoid avancuar, të cilët ne kemi përmendur më përpara që i humanoid ideal, domethënë që të bëjnë dhe mimika në fytyrë siç ka qenë Ameka, që ne kemi përmendur para 2 vjetësh, një sistem robotik shumë i avancuar që ishte prototip i ri. Është një robot utilitar, mendoj unë, jo komercial, është një robot humanoid utilitar. Domethënë që përdoret për një qëllim ose për disa qëllime të programuara, domethënë qëllime të caktuara. Kryesisht ai e kishte specifikuar për pastrimin e shtëpisë, për të futur rrobat në lavatriçe, për të ndezur lavatriçen, për të bërë një gatim, domethënë, për të sjellë atë kafen e mëngjesit etj. Mbas edhe për ndonjë efekt tjetër, por nuk mund ta krahasoj me sistemin humanoid Ameka që ishte shumë i avancuar, që edhe kishte edhe kompozitët në fytyrë që bënin mimika me anë të sensorëve, domethënë ishte idealisht ose më saktë po thuaj se i ngjashëm me një njeri. Pra është një robot utilitar, një pajisje automatike që është i përdorshëm dhe që u vjen në ndihmë, domethënë familjarëve për punë të ndryshme të caktuara. Pikërisht te kjo Mertenika të ndalemi pak sepse veçoritë cilat i përmend edhe ti kanë zgjuar më pas shumë kurreshtje tek opinioni publik lidhur me atë se si mund të reagoj. I përmende mimikat në përlajmet në mediat e huaja, përmendet se edhe mund të komunikoj deri diku me pronarin cili e blen dhe cilat janë gjasa që realisht janë të mundshme këto. Shumë e drejtë. Po, është një pyetje që ke bërë shumë e drejtë. Kjo karakteristika e sistemeve robotik që karakterizohen domethënë nga mimikat, është një sistem humanoid i avancuar që ne kemi përmendur, çmimi u shkon ke rreth 1 milion euro, domethënë është prototip njëri. Këto janë robot komercial, kur bëjnë edhe shumë pyetje si ka mundësi roboti bën gjeste në fytyrë, që një sistem robotik humanoid i avancuar të bëjë gjeste në fytyrë duhet të instalosh 10 sensor, 100 sensor respektive domethënë për mimikat. Pra këto janë sisteme komerciale, domethënë që përdoren edhe në filma etj. Kurse Neo, një dallim thelbësor, Neo është një pajisje elektronike ose një pajisje elektroautomatike që mund të bëjë disa procese të caktuara pune në shtëpi. Po, dhe meqense edhe është i dedikuar për shtëpi, sa mund të jetë i sigurt, sepse a ka gjasa që shkaku i ndonjë defekti edhe të mund të shkaktoj dëme të mëdha pasaj në shtëpi? Çështja unë mendoj që është i sigurt, fakti është ke bateria, që mund të ketë një kohë caktuar të ndrimit baterive ose një kohë caktuar karikimi. Diku e lexova se ishte deri në 4 orë bateri që e mban baterin, po. Por që sistemi robotik nuk mund të shkaktoj dëme, sepse ato janë me SAS control. Nëse ato u dëmtohet diçka, ato kalojnë pikërisht pra në corrupted, ose më saktë procesori tyre kalon në një gjendje stabil, bllokohet. Domethënë derisa tu servisohet në spare part apo në problematik në programim, nuk janë të dëmshme, është një pajisje elektronike utilitare shtëpiake. Megjithatë, si qëndron pastaj puna e privatësisë, duke qenë se i njëjti ndodhet në shtëpi, ka gjasa që edhe të mbledh informacione për rreth? Jo. Unë mendoj që jo, sepse tashi inteligjenca artificiale zhvillohet, aq shumë ne pothuajse informacionet inteligjenca artificiale tona t'i ka, sepse çdo ne jemi përdorues të rrjeteve sociale, kemi passwordet tona etj, databazat i kanë, por që unë nuk e mendoj që është një risk. Më tepër është aspekt pozitiv, është aspekt shumë i rëndësishëm për ta përdorur, domethënë, dhe siç e përmenda, që mund t'i vinë ndihmë familjarëve për disa punë të cilët mund t'i mundojnë, mund ta bëjë një robot i tillë, domethënë që është një robot humanoid familjar.
Po, Mertenika, cili mund të pritet që tjetë ndikimi i Neos në tregun e punës? Pra, me pak fjalla, mund të zavendësoj një pjesë të punonjësve të mirëmbajtjes apo edhe të kuzhinës, me qenë se i Besoj po, përmendë besoj po, dhe i diku do me thënë mund të shfaqe edhe një inteligjencë artificiale sot zhvillimin të AI-s, po ndikon dhe i diku në zëvendësimin e punëve, pra po zëvendëson në mënyrë direkte njerëzimin. Punët e rënda, për shembull tashmë në industri të ndryshme po i bëjnë sistemet robotike, krahët robotik, pajisje të ndryshme. Dhe këtë gjë shikoj për shembull që mund zëvendësoj, si mund të themi, sanitarët deri diku. tek pjesa e Po kishin dalur fakt edhe një tip edhe një 2-3 prototipe të tjerë robotët kishin kanë dalur edhe përpara deri diku më duket para 2-3 vjetësh që ishin që zëvendësonin sanitarët pra që bënin kundër pastrimin në mënyrë automatike të ambientit. Edhe për dërgesën e porosive, unë kam rastis vetë që në Gjermani të pranoj porosi, të më servohet porosia nga vetë robotët. Po, ishte një lajm duket që kishte nxjerrur edhe Amazon që i Jeff Bezosit që do bënte të mundur zëvendësimin e një stafi të madh punonjësish me anë të inteligjencës artificiale, anë sisteme robotike. Është e pritshme, sepse AI-ja sot vërtet po na ndihmon, por po i bën dhe punët më shpejt se ne. Por ajo që unë desha të them që inteligjenca artificiale nuk funksionon në mënyrë autonome. Duhet patjetër që të ekzistojë një si mund të themi, një e menaxhuar nga ne. Pra gjithmonë është një sistem midis njeriut edhe robotit, e thënë shqip, midis njeriut edhe AI-s. Kështu që deri diku 90% po është shumë beneficiare, po na ndihmon, por sigurisht që po ndikon edhe në zëvendësimin e vendet të punës, sepse përpara shumë vitesh ne kemi përmendur punët bëheshin nga një staf i madh, nga një ekip i madh punonjësish. Sot kemi një ekip vogël punonjësish në korporata apo kompani të ndryshme, të cilët janë profesionalisht, domethënë senior, janë profesionalisht ekspert mirë të fushës, pjesën tjetër po e bën sistemi robotik, inteligjencë artificiale, software-ët. Mertenika, çka do të thotë kjo për njerëzimin? Më pak paro, kam përshtypjen. Mund pa bësh dhe një pyetje në mandit sepse nuk e shkova për shkak gjurmë. Zëvendësimi i stafit punonjësve me robot. Zëvendësim, po, zëvendësim për shembull fjala vjen, po, zëvendësim për shembull në industritë e mëdha të automobilave, që kemi përmendur pra ka shumë më përpara. Po çka do të thotë? Mertenika, po më dëgjon. Çka do të thotë kjo për njerëzimin? Më pak paro kam përshtypjen, që po i bie që teknologjia edhe nuk është se do t'i lë pa punë një pjesë të madhe të njerëzve pastaj kjo. Do të kenë tyra më pak. Unë kam përmendur, unë ndjehemi friksuar, jam i pari që nesër pas nesër mund të krijohet një sistem robotik inxhinier biomjekësor që do bëj punën time dhe unë jam vërtet i friksuar, se ndjehemi riskuar nga zëvendësimi. Ne pa bëjmë edhe pak në trajt. Derisa dhe ne të zëvendësohemi nga robotët, Mertenika do të ka pasur në Spanjë. Inteligjenca natyrale në themi bëjmë të tilla, domethënë diskutime, por inteligjenca artificiale asnjëherë nuk e zëvendëson për shembull një moderator ose apo një gazetar, sepse moderatori dhe gazetari e jep lajmin me emocion, me ndjenja që të atraktojë që dëgjuesit, ndërsa një robot flet në gjuhën automatike, domethënë askush nuk do dëshironte ta dëgjonte një robot që dëgjonte lajmet. Kështu që unë mendoj profesionet pa zëvendësueshme është profesioni i psikologut, infermierit, gazetarisë, që dua fort si profesion, dhe ne tjerët unë njëherë jam i pari që mund zëvendësohem. Dhe ndoshta pasi të zëvendësohesh në pozicionin që ke edhe mund të kalosh pastaj nga gazetaria, Erman. Nga gazetaria. Unë faktikisht një detaj, gazetarinë unë kam pas shumë pasion dhe qejf, sepse kam punuar vetë në botën e medias vite përpara dhe vërtet të shikosh një ndër profesionet më të mira dhe të pazëvendësueshme nga IA. Dhe me këtë, Erman, edhe një pyetje të fundit që ta përmbyllim realisht gjithë të diskutim që patëm për robotët, apo i afrohemi realitetit të asaj që kemi thënë gjithmonë shtëpitë e sardhmes, ku gjithçka është me teknologji dhe ndryshon shumë nga... Po, teknologjia e fundit sot e shtëpive digjitale ose automatike smartphone. Ka filluar të hyjë, që do thot për shembull ti jesh në një takim puna apo etj, do të shkosh në shtëpi që të ndesësh dushin apo të ndeshësh kondicionerin që bëhet ngrohtë përpara ose kushtet atmosferike brenda shtëpisë të tjera të jenë
të krijohen përpara se të shkosh, ekziston. Smart home bëhet me anë, domethënë, të teknologjisë. Madje un kam parë që kanë hyrë dhe në Shqipëri dhe në Kosovë, janë në fazat e para, por është shumë interesante. Më pëlqen si projekt, domethënë, kjo gjë. Megjithatë, kjo puna me neon që kryen punët e shtëpisë, Erman ndjej që edhe do të krijoj sherr ndoshta në shtëpitë në Kosovë në rast se vjen po edhe në Shqipëri. Mendoj që jo, sepse e di pse mendoj që jo, sepse ne faktikisht një mashkull fisnik, unë e kam përmendur, një mashkull fisnik është ai mashkull që e respekton gruan e tij dhe e leton sa më shumë nga çdo gjë, dhe e do gruan e tij. Dhe duke respektuar më shumë do thotë që e ndihmon nga ngarkesat në shtëpi, sepse gruaja ka peshë më të rëndë, mban fëmijët, ka përgjegjësi më të madhe për shtëpinë e tjerë. Dhe roboti Neo mendoj që do ishte një ide shumë fantastike që të letonte punën e gruas. Punën e të dyve, po e them edhe një herë, Erman, sepse nuk pajtohem asesi që janë vetëm punët e grave ato. Gjithsesi, të falenderoj shumë, Erman, që ishe në këtë lidhje direkte, diskutuar. Për mua ishte një kënaqësi shumë e madhe që isha pranë jush në TV1 dhe ju përshëndes. Shumë faleminderit. Faleminderit shumë, Erman. E me këtë intervistë interesante me Erman Mertenikën nga Shqipëria, kemi arritur drejt fundit e një tjetër mesdite për të takuar sërish padyshim nesër. Po do takuajmë nesër, ju presim në orën 12. Deri atëherë mirëmbëjtje.